Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së shigjetarit. Do bëjmë me leximin e vitit 2026. Si shikoni kam ndezur një timian, që këta timian janë për bekime. Dhe dëshiroj të dashur shigjetar të jeni qofshi bekuar që nga janari deri në dhjetor. Bekuar qofshi në shëndet që është mbi të gjitha. Bekuar qofshi në dashuri, familje, punë, karrierë, në çdo lëmi të jetës së juaj, profesionale dhe personale. Qoftë një vit i mbar për të gjithë ju të dashur shigjetarë. Dhe si që shihni, kam hapur 12 letra që pasqyrojnë 12 muajt e vitit. Por do i marr 2 nga që letrat lidhen dhe mos i bëj një nga një, por do të pasqyroj secilën letër. Dhe dua ta keni parasysh që mos më mbani për fjale, që mund të e them do ndodhë në shtator, por ajo gjë që them unë do të ndodhë në janar, me një në fillim, apo më vonë, apo më herët. Çdo gjë varet të dashur shigjetar nga fokusi juaj, çdo gjë varet nga drejtimi dhe përqendrimi juaj se si e shtyheni, si veproni në jetën e juaj. E shikoj që shigjetari hyn në vit i pavendosur. Shumë ide, shumë dëshira, por me një drejtim të qartë, në fakt pa një drejtim të qartë, ka qëndruar gjatë në pritje duke shpresuar që gjërat të sqarohen vetë. Por ky vit këtu, 2026, nuk do ta lejoj këtë pritje pasive, do ta quaja. Ky vit kërkon zgjedhje. Dhe fillojmë me janarin dhe shkurtin të dashur shigjetar. Kemi 7 të shkopive dhe 4 të kupës. Ja ku i keni këtu, shikoni. Është sigur zbulimi i një loje të fshehtë ose mos sinqeriteti. Dikush nuk ka qenë drejt me ju të dashur shigjetar, po i sinqert. Vjen mërzitje, indiferenca dhe distancimi. Fillimi i vitit mund të sjellë një zhgënjim, po edhe syhapje të dashur. Kush nga ne dëshiron të jetojmë në një iluzion, duke menduar se është çdo gjë në rregull derisa nuk është. Kjo është para të syhapje që po them. Shigjetari nuk mashtron më veten. Janë gjëra që duken të qarta dhe nuk do i mbyll syt kësaj radhe. Kjo është ajo që kërkohet të dashur shigjetar. Marsi dhe prilli është 8 të kupës dhe faqe e monedhës. Shikoni këtë personin si po largohet këtu, po kthen shpinën në dikujt, që nuk do thot patjetër, por çfarë ndodh? Një ofertë e re mund të jetë dashuri, punë ose projekt. Fillim i vogël, por me potencial. Te të kupës tregon një largim nga çdo gjë që të shtaron emocionalisht. Dhe aty kur filloni të distancoheni mentorisht nga një gjë që ju largon apo që e bën të largoheni qoftë jo fizikisht vetëm mentorisht, siç e thash, është fillim i vogël, por me potencial. Dikush afrohet me qëllim serioz, shumë serioz sa më parë. Këtu lind diçka e re në momentin që ju hapni syt. Ende e brisht, por shumë premtuese. Dhe kjo është pakës një ta them ndezje, një sigur dëshirë për të vazhduar në tutje të dashur shigjetar. Marrim majin dhe qershorin, që është 2 të shkopive dhe 7 të monedhës. Shigjetari i duhet të zgjedh mes asaj që nje, asaj që është mësuar. Nëse marrim për person, asaj atij që do,
asaj që e thret. Dhe këtu vjen dilema, e vlen të vazhdoj apo duhet të ndryshoj? Këta muaj janë vendimtar, por duken sikur pa një veprim të menjëhershëm. Gjithsekush merr kohën e duhur, punon në tempon e duhur, të dashur. Unë më shpejt apo më ngadalë se ju, apo si gjithë punojnë në mënyrën tonë. I duhet kohë, apo ndoshta i duhet kohë më shumë për të marrë ato vendimet, për të vepruar me njëherë e kështu me radhë. Koliku dhe gushti, kemi letra të bukura, është letra 0 dhe 5 të monedhës, që pak sa qërë nuk keni të qarta. Fillim i ri i madh është letra 0 në kapitull i ri, udhtim, zhvendosje, ndryshim, jetë ose statusi, të dashur. Vendimi i guximshëm, por pa një plan B. Këtu shigjetari kërcen në të panjohurën, hidhet në të panjohurën dhe mirë bëni. Ky është momenti më i fortë i vitit, të dashur shigjetar. Shtatori dhe tetori. Kemi 4 të shkupive dhe 7 të kupës. Ja ku i kemi këtu. Është ajo pasiguria e përkohshme kur hidhen një kapitull komplet të ri të panjohur. Dyshime, a bëra zgjedhjen e duhur, apo është dashur në mënyrë tjetër, shumë opcione, shumë mendime. Këta muaj janë të paqëndrueshëm, por kalojnë, nuk ka kthim mbrapa, kësaj radhe për shigjetarin. Dhe kjo është që do bëni kogja, apo një vendim kogja i zgjuar. Nuk ka kthim pas, qoftë situatë, qoftë person, apo çfarë do që të jetë, nëse vërtet dëshironi të ecni para. Vazhdojmë me nëntorin dhe dhjetorin, të dashur, mbretëresha e shpatës dhe 6 të shpatës. Qartësi, absolutisht vendime të ftohta, jo fort emocionale, por të drejta. Largim përfundimtar nga njerëz apo situata që s'kan më vend në jetën e juaj. Dhe vitin mund ta mbyllni me qetësi mendore dhe drejtim të pastër. Që kjo gjë mund të ndodhë diku në mes këtu. Varet nga veprimi, por siç thash, dikush e merr pak më shtruar, i duhet më shumë kohë, bëni sipas tempos e juaj, por që bëjeni. Dhe kam hapur 2 letra bonus, ti quaj Oracle, që janë këtu. Frika nga prekja, thot. Tash metaforike gjithmonë. Frikë nga fërsia. Shigjetari është më i kujdesshëm emocionalisht kësaj radhe. Nuk hapet me njerë, teston njerëzit, teston situatat. Kjo ndodh sidomos në fillim të vitit. Absolutisht të ndodh në fillim të vitit. Ati që do ta lëm pastaj, në tetor, po mund të jetë që në fillim të vitit këtu. Dhe një rrugtim magjik që është gati të filloj. Një rrugtim i ri jetësor, të dashur, mund të jetë udhëtim real, ndryshim karriere, fillim në jetën në një vend ose në një rol tjetër. Kjo nis pas verës, ta themi, dhe do të zgjatë përtej 2026. Të dashur shigjetar, 2026 do jetë vit i zbulimit të vërtetës, fillimeve të reja, pasigurive kalimtare që gjithi kemi përjetojmë ato absolutisht shumë njerëzore, dhe një rrugë krejt tjetër nga jo e vjetra. Uroj që këto gjëra të mund t'i bëni sa më shpejt që të shijoni gjithë vitin, të dashur shigjetar. Ju dëshiroj një vit sa më të mbar, sa më të realizueshëm për ju. Qoftë çdo gjë ashtu siç dëshironi. Gëzuar.